Prej ditës sotme, shqiptaria ka një fjalor të ri, më të madh, me kapacitete më të mëdha leksikore dhe që sigurisht vjen në formatin online. Përpara se t'ju demonstrojnë se sa e lehtë është për të naviguar, për të futur dhe për të kërkuar çfarëdo lloj fjale që ju dëshironi, dua të ftoj në program një nga gjuhëtarët, studiuesit, profesorin Sejdi Gashi, i cili vjen drejt për drejt tani në formë virtuale nga Prishtina, i cili ka kontribuar nëpërmjet Institutit të Albanologjisë dhe në studimeve që kanë ardhur nga Kosova për të sjellë pikërisht një fjalor i cili ka kapacitete dyfish apo më shumë nga ato aktual. Sejdi, mirëmëngjes, mirë se vjen në Mirëmëngjes Shqipëri. Është një çast i rëndësishëm dhe historik, duhet ta them, për gjuhën dhe për kulturën shqiptare në tërësi. Mirëmëngjesi për të gjithë, po padyshim pajtohem plotësisht me atë që e thoni ju, që nxjerrja një dritë e fjalorit formatit të tillë, padyshim është një nga ngjarjet madhore jo vetëm në rrafshin e kulturës shqiptare, por edhe përtej kësaj përgjithsisht. Dhe unë konsideroj që është një ndër ngjarjet më të shënuara në kalendarin e këtyre viteve të fundit. Më lejo të pyes fillimisht, çfarë bën këtë fjalor të ri të gjuhës shqipe të veçantë dhe ndryshe nga fjalori i mëparshëm që kemi pasur? Natyrisht, në fjalori i fundit, do të thotë ky i quajtur fjalor i madh i gjuhës shqipe, është i veçantë për disa arsye. Në rend të parë është i veçantë për nga përmasa, për nga volumi i saj, pra për nga numri i fjalëve që përmban, për nga natyra, sepse jemi përpjekur ne grupi artuesve për bashkëpunim edhe me profesorët kolegë të respektuar nga Shqipëria dhe pjesa e shqiptarëve të Maqedonisë dhe gjithandej, sepse jo vetëm Kosova dhe Shqipëria kanë kontribuar në këtë fjalor, por kanë kontribuar edhe profesorët dhe autoritete të tjera jashtë gjeografisë së Shqipërisë dhe të Kosovës, fjala vjen profesorët nga Republika Maqedonisë e Veriut, profesorët shqiptar, po ashtu edhe bashkëpunëtorë jashtë trevave shqiptare. Është i veçantë sepse është bërë në për standardet të bashkuara të leksikografisë dhe të leksikologjisë europiane dhe botërore. Po ashtu është i veçantë, siç e thash edhe më parë, për nga përmasa, për nga volumi i saj, sepse siç është thënë edhe nga mysafirët para prag, në televizionin tuaj dhe në televizionet tjera, ky fjalor përmban mbi 125.000 njësi leksikore, prej tyre 105.000 janë zëra të veçantë, mbi 10.000 janë shprehje frazeologjike e kështu me radhë. Pra shohim që krahasuar me fjalore në vitet 80-ta, përditësuar në vitin 2002-2006 të këndej, ku kishte rreth 22.000-23.000 fjalë, tani kemi mbi 110.000 fjalë. Pra është, nëse shprehim në aspektin statistikore, është 2.5 herë i madh për sa i përket volumit. E kuptoj. Më lejo, zoti Gashi, që të demonstroj pak për publikun dhe për ata që po na ndjekin tani, se sa e lehtë është për të gjetur fjalorin e ri, mjafton të klikojnë domeinin që quhet fjalori.online. Unë do ta demonstroj diçka të tillë në këto momente. Ja, është gati, madje del edhe në motorët e kërkimit me njerëz sapo shkruan fjalën fjalori, dhe nëse klikojmë enter, do të dalim me njërë tek fjalori i madh i gjuhës shqipe. Pra, ky është websajti i cili na tregon fjalorin e ri të gjuhës shqipe, ka këtë, le të themi, përmas të grafikave dhe këtë model, pra duke pasur këtu disa kategori nga pasqyra gramatikore, tek fjalori, sugjerime dhe po kërkoj një fjalë të rastësishme, po shkruaj këtu fjalori përsëri. Dhe me njerë ty të shfaqet në të qindat e sekondës, do me thënja e kësaj fjale, por gjithashtu kemi këtu edhe rezultate të ngjashme. Fjala vjen fjalortar, fjalortare, fjalortori, fjalorth, pra kemi të gjitha rezultatet e mundshme që mund të dalin lidhur me këtë lloj fjale. Pra është një, le të themi, mjet shumë i rëndësishëm dhe shumë ndihmues për studiuesit, për gjuhëtarët, për shkrimtarët, për studentët gjithashtu. Dhe është bërë, se i di, një punë e madhe prej vitesh për të arritur deri këtu. Çfarë do të nëveçoje nga i gjithë ky volum pune? Padyshim që është një punë e madhe dhe më gëzon fakti te imase që është një punë ekipore, ndoshta prej projekte të rralla, sepse ne shqiptarët për fat keq kur vije punët ekipore kolektive, sikur kam përshtypjen që punët nuk na ecin edhe aq sa si duhet. Në këtë rast kemi pasur një bashkëpunim të jashtëzakonshëm, të frytshëm,
dhe po ashtu krahas ekspertizës tonë, përvojës tonë që kemi ofruar në bashkëpunim edhe me kolegët profesorët e nderuar nga Tirana, njëkohësisht kemi përfituar edhe njohuri e përvoja të reja. Pra ka qenë një përvojë jashtëzakonshme në rrafshin personal për ne si studiues. Jo vetëm që kemi dhënë nga vetja jonë, pra në rastin konkret punë për ta hartuar fjalorin, sepse secili nga ne kemi qenë të ngarkuar me shkronja përkatëse për t'i hartuar shkronja dhe bashkërisht pastaj redaksia ka bërë punën e vet. Është bërë një punë kolosale do të thoja, një kontribut rreth 5 vjeçar, duke filluar nga faza përgatitore deri te faza finale përkatësisht nxjerrjen në dritë përmes platformës online. Veçanti tjetër e këtij fjalore është i qasshëm për të gjithë, është falas, lehtë i qasshëm në të gjitha platformat elektronike, tablete ndryshëm, celular të ndryshëm, kompjutere shtëpiak e kështu me radhë. Pra, kjo na tregon, ky fakt na tregon, na dëshmon që kemi njëriësi, një përputhje me trendet e kohës, me kërkesat e kohës, sepse sikundër dihet, fjaloret e formës së shtypur në letër, jo që nuk e kanë vlerën e tyre, por janë pak a shumë, jo shumë praktik në kuptimin, ndërkaq fjalori që ne sapo e publikuam, ofron një mundësi, një prakticitet ta quaj ashtu. Natyrisht, në të ardhmen kemi shëputit vogël nga komunikimi drejt për drejt që kemi me gjutarin Sejdi Gashi. Jemi duke folur për fjalorin e ri të gjuhës shqipe, zonja dhe zotërin, të cilin unë kam shfaqur edhe këtu në ekran. Është një fjalor për të përsëritur edhe një herë gjërat më të rëndësishme nga ky diskutim që bëm deri tani, i cili vjen me kapacitete shumë herë më të mëdha, gati në 125.000 fjalë, më shumë se sa dyfishi i fjalorëve ekzistues, dhe që vjen si një domosdoshmëri për shumë studimtar, botues, student, akademik. Se di unë e kemi përsëri në komunikim të drejt për drejt. Dua të pyes zoti Gashi për lidhjen. S'ka problem. Është e kuptueshme në transmetim të drejt për drejt, janë gjëra që ndodhin. Sa i domosdoshëm ishte në këtë moment ky fjalor i ri gjuhës shqipe dhe çfarë roli luan ky botim në ruajtjen e standardit të gjuhës shqipe? Ju dëgjoj me vështirësi, ju lutem. Zëri kem problem me zërin. Oke, po ju a përsëris dhe njërë pyetjen, dua të di prej jush, duke qenë se keni kontribuar në këtë botim të ri, çfarë roli luan në ruajtjen e standardit gjuhës shqipe, në një kohë kur jemi në kërcënimin e vazhdueshëm nga terminologjitë e huaja, nga fjalët e huaja? Natyrisht, çdo fjalor e veçmas ky i këtij tipi ka rol të jashtëzakonshëm në ruajtjen dhe kultivimin e metodë të standardit të shqipes, sepse është një thënie atje që fjalorët janë arkivuesi më i mirë i gjuhës, sidomos në këta formatet e tillë, siç është ky normativ, do të thotë ka një rol të jashtëzakonshëm dhe rëndësishme është që ky fjalor mund të shërbejë të gjitha shtresave, duke filluar nga shtresat e zakonshme, nga njerëzit e zakonshëm, nga nxënësit, studentët, studiuesit, me një fjalë mediat posaçërisht, sepse është shumë e nevojshme vihet përdorim edhe nga ana e media, me një fjalë është një fjalor që ka përdorim të gjerë dhe në fillim është konceptuar që të jetë një fjalor që do të shërbejë të gjithë dhe pa dallim. Sepse siç dihet kemi disa lloj fjalorësh, fjalor fushës së terminologjisë, fusha specifike që kryesisht u dedikohen shtresave të caktuara në radhë të parë profesioniste, ndërka fjalori për cilin po flasim është një fjalor që është konceptuar të jetë në shërbim të gjithë shqiptarëve, pa dallim profesioni, pa dallim niveli shkollimit e kështu me radhë. E kuptoj. Është me rëndësi të të pyes dhe për të kuptuar se si janë trajtuar në këtë fjalor të ri termat dhe fjalët që ne i kemi huazuar nga gjuhë të tjera. Po, natyrisht edhe pjesa e terminologjisë ka zënë vend konsiderueshëm këtë fjalor, sekondemi edhe terminologjia e ndërfutur në gjuhën tonë nga gjuhët e tjera, fjalë nga gjuha angleze, gjuha frenge dhe fjalët e tjera dhe gjuhët e tjera. Kemi futur atë pjesë të terminologjisë e kemi konsideruar të nevojshme për të cilat nuk kemi gjetur në gjuhën shqipe, nuk kemi përgjigje. Në rastet kur kemi fjalë korresponduese, pra 100% përshtatshme adekuate në gjuhën tonë, natyrisht nuk është e nevojshme të futen huazime pa nevojshme. Sepse është trumbetuar në të kaluarën që gjuha jonë mungon, do të thotë është e varfër sa i përket huazimeve, unë deri dikun pajtohem, sidomos
terminologjitë që kanë bëjnë me sferën teknike, teknologjike, makinerisë e kështu me radhë, ato janë të domosdoshme sepse është e kuptueshme. Ato vend, ato shoqëri të cilat kanë bërë shpiket e tilla natyrisht u kanë vënë edhe emra, ato kanë caktuar edhe tema. Mund të më përmendësh një fjalë, zoti Gashi, e cila është e vështirë për të përkthyer në gjuhën shqipe dhe unë mund ta kërkoj këtu më njëherë për të parë se si reflektohet në fjalorin e gjuhës shqipe, pra diçka që është e pashmangshme nga huazimi i gjuhë tjetër. Po kemi fjalë, për shembull tash jemi në trend të po jetojmë kohë globalizimit, në kohë të zhvillimeve dinamike globale. Po jetojmë kohë kur janë shumë të shprehura ato tregjet financiare, zhvillimet financiare, zhvillimet ekonomike e tjera, do të thotë sistemi bankar e tjera e tjera. Gjithë ata tema që kanë karakter ndërkombëtar, do të thotë jemi të detyruar të marrim në gjuhën tonë. Për shembull, e kemi fjalën alokim. Alokim. E kemi pastaj input, output, e të tjera, që ne kemi edhe fjalë në gjuhën tonë, mirë, po nuk janë 100% të zëvendësueshme në aspektin semantik, në aspektin kuptimor. E kuptoj, sepse unë kam shkruar këtu në motor të kërkimit fjalën alokim dhe ndryshe nga të tjerat, nuk sjell pra rezultate të ngjashme. Është vetëm kjo fjalë, duke qenë se është e huazuar. Pra, këtu kemi sinonimet ndryshme, janë disa sugjerime që jep fjalori i gjuhës shqipe, që thot shpërndarje, ndarje, bartje, zhvendosje, caktim, alokacion, por vetëm kaq, pra, duke treguar se kjo është një shenjë që tregon se është një fjalë e huazuar, pra një fjalë e huaj e cila është përshtatur me gjuhën shqipe, duke qenë se nuk ka rezultate të ngjashme apo jo. Po. Ose në rastin tjetër që në Shqipëri në Karanta dëgjoj shpesh fjala suport, suportoj e tjera. Në Kosovë për fat mirë përdoret fare pak. E kemi shumë përshtatshme, shumë adekuate në gjuhën tonë fjalën mbështes, jep krah, jep dorë, suportoj. Do të thotë nuk është e nevojshme të futet fjala suportoj. Unë e kam shkruar këtu dhe më thot asnjë rezultat i saktë. Do të thotë që ne mund të përdorim. Prandaj ne e thash, në gjuhën e gjallë, në gjuhën në komunikimin e përditshëm të Shqipëri përdoret, ndërkaq që kemi fjalë shumë të bukur në gjuhën shqipe, fjalën mbështes, jep krah, jep dorë, jep zemër e tjera. Do të thotë rastet e tilla në këtë fazë suportoj, pra nuk e kemi integruar, nuk e kemi futur të pjesa fjalore. E kuptoj. Dhe të tjera të ngjashme. Zoti Gashi, dua të të falenderoj shumë për këtë lidhje të drejtë për drejtë dhe për këtë promovim të fjalorit të ri të gjuhës shqipe që jam i bindur do të jetë i domosdoshëm dhe do të ndihmoj shumë kënd puna e të cilëve lidhet sigurisht me gjuhën tonë. Të uroj një ditë të mbar. Ju faleminderit për mundësinë, shëndet e gjithë mira. Ishte kënaqësi. Mirë, do të shkojmë drejt fundit programit Zonja dhe Zotrinj dhe do të ndalemi pak në një ngjarje kulturore. Në fakt do flasim për liceun artistik dhe një aktivitet bukur që është duke zhvilluar. Sonja do të vi pas pak, por fillimisht ndiqni materialin shpjegues.